Shefi i NATO-s thotë se forcat aleate do të vendosen në Ukrainë menjëherë pas marrëveshjes së paqes. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se Ukraina do të shohë një prani të menjëhershme ushtarake nga forcat aleate sapo të arrihet një marrëveshje paqeje me Rusinë. Duke folur në parlamentin e Ukrainës, Verkhovna Rada në Kiev, Rutte tha se forcat toksore, ajrore dhe detare nga vendet e vendeve të grupit informal të koalicionit të gatshmëve do të vendosen në Ukrainë menjëherë. Ukraina ka nevojë për mbështetje të fortë. Koalicioni të gatshmëve ka bërë përparim në garancitë siç u përmend nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, sapo të nënshkruhet një marrëveshje paqeje menjëherë do shfaqen forcat të armatosura, aeroplane qiell dhe mbështetje detare nga ata të vendet të NATO-s që kanë rënë dakord, tha ai. Rutte i siguroi ligjvënësit se vëmendja e NATO-s ndaj sigurisë së Ukrainës nuk do zvogëlohet pavarësisht sfidave të tjera globale, shkruan Anatoli Haxhans. Tani po përqendrohemi tek ato ngjarje botërore që mund të shkaktojnë shqetësim, kështu që vëmendja jonë mund të ndahet, po dua t'ju siguroj se vëmendja jonë nuk është e shpërqendruar nga Ukraina. Ukraina ka qenë dhe mbetet një qendër e mendimeve tona për sigurinë dhe ne jemi të gatshëm të ofrojmë mbështetje të shpejtë dhe të vazhdueshme, theksoi ai. Sipas Rutte, aleanca mban dialog të përditshëm me Ukrainën dhe furnizon pajisje çdo ditë në mënyrë që trupat ukrainase të mund të mbrohen tani dhe të pengojnë agresionin e ardhshëm. Ai tha se 75% të gjithë raketave në frontin dhe 90% të raketave për mbrojtje ajrore kanë mbritur në Ukrainë përmes mekanizmit të listës së kërkesave për prioritet për Ukrainën, PURL.